Historia e vrasjes në Ferizaj është jashtëzakonisht interesante. Ndodhet në dy pjesë. Çfarë ka ndodhur minuta para se të ndodhte akti i vrasjes dhe çfarë ka ndodhur ditë ose javë përpara këtij akti të vrasjes. Të dy këto ngjarje, njëna që është zbardhur sot në seancën e parë dëgjimore në gjykatë nga avokati i të dyshuarës Gen Skadriu, i cili është caktuar nga shteti. Sipas informacioneve të publikuara nga Betimi për Drejtësi, që ka qenë i pranishëm në atë seancë dëgjimore, e zbardhen detajet se çfarë ka ndodhur pak para se të ndodhte vrasja. Pyetja kryesore ka qenë si përfundoi tek banesa e të dyshuarës viktima. Sipas avokatit të dyshuarës, viktima me një revole ka ardhur tek banesa e të dyshuarës, në të cilën nëna ka qenë babai i saj, nëna e saj dhe një tjetër antar i familjes, dhe e ka kërcënuar se do ta vras. Jo vetëm atë, por edhe familjen e saj. Sipas të njëjtit rrethim, e dyshuara sapo e ka parë përmes birës së çelësit derës së banesës që në korridor është i dyshuari tashmë, ajo ka përjetuar një shok kur e ka hapur derën, dhe tash këtu është pyetja pse e ka hapur derën. Sipas avokatit e ka hapur derën për shkak që për dallim prej herëve të tjera kur ai e kishte kërcënuar, ai nuk kishte ardhur asnjëherë tek banesa e saj. Mbrëmjen e 28 qershorit kishte ardhur. Sapo kishte hyrë në banesë, ai kishte filluar ta kapër flok të dyshuarën tashmë. Janë përdorur edhe një gotë çelçit ose një shishe, dhe më pas, sipas avokatit gjithmonë, e dyshuara e ka vërtetur që ai e ka pasur një armë në dorë. Në një moment ajo ka arritur të ja kap armën dhe ka shkrepur një plomb. Tash, gjatë kohës që unë kam qëndruar në Ferizaj, kam parë dëshmi të shumta, por mbi të gjitha kam parë bisedat në Snapchat, në të cilat i kanë realizuar e dyshuara me viktimen tashmë. E dyshuara sipas tyre bisedave të cilat unë i kam pa dhe prokuria tashmë i ka dhe si prova, dy prej tyre janë shumë interesante dhe që zbardhin edhe motivin e kësaj vrasje. E para, e dyshuara sipas tyre bisedave që unë i kam pa në Snapchat, ka qenë një presion të vazhdueshëm gjatë krejt kohës nga i dyshuari. Ai e kishte dhunuar vetë në mesazhe aty e pyet se do ta bëjmë azi se sa herën e kaluar. E kishte shantazhuar, e kishte xhiruar në një video, e kishte shantazhuar përmes kësaj video, dhe e kishte kërkuar shuma të parave. Herën e fundit, kur ai kishte kërkuar para, kishte qenë një javë apo dy para se të ndodhte vrasja. Ai kërkonte 2000 euro të dyshuarës. Këto 2000 euro e dyshuara thoshte se do t'ja bëj gati sapo t'ia dërgoj babait, i cili jeton në Francë. I thoshte se do t'i kërkoj babait para, me arsjetimin se është nëna smur, por ajo nuk ishte e bindur nëse babai i saj do ta kuptonte, do ta mirë kuptonte këtë kërkesë. I dyshuari në këtë rast i thot në një moment në bisedat në Snapchat, në të cilat nuk kam mundur t'i publikoj, nuk mundem t'i publikoj, për shkak që hetimi është në një fazë tepër fillestare. I dyshuari i thot viktimës që e shon në fjalë më të ndyra dhe i thot që pse nuk ka qenë problem më herët të më sigurosh 20.000 euro, 30.000 euro, 40.000 euro, 50.000 euro, dhe tash është problem të më sigurosh 2.000 euro. Se sa kohë ka zgjatur këtë kjo periudha e shantazhit, e kërcënimeve, e rrahjeve dhe dhunës ndaj të dyshuarës nga ana e viktimës, nuk dihet. Por ajo që tashmë dihet, nga ajo që po lexojmë dhe si po raporton Betimi për Drejtësi dhe mesazhet që i kanë parë në Snapchat, tregojnë se viktima tashmë ishte duke përdorur shantazh, një video dhe duke përdorur dhunë të vazhdueshme ndaj të dyshuarës. Se qysh tek ka ardhur dhe tek njoftimi këtyre dyve, sa vite ka zgjatur gjithë kjo lidhje e tyre, cili ka qenë raporti tyre, çfarë video ka pasur në dispozicion, mbetet me u pa, sepse historia duket se do të zhvillohet edhe do dalin detaje tjera në seancat e tjera dëgjimore të gjykatës.